Po të kthej tash pak tek jeta e fshatit, për çka edhe jena sot për fshatin Llëdrat. Tregom sa ka ndryshuar, ndryshimet që i keni vrejtë. Ndryshimet janë shumë të mëdha. S'kemi pas as rrugë. Po s'kemi mujt as traktorat nuk ishin. Krejt do rrugë ka të qerrët e kuajve të kive që hishin edhe kaluar sa kështu se rrugë nuk ka pas të hapuna, sidomos në viset malore që jemi edhe na, ma tepër rrugë që ju kanë përgja vijave të ujtë, edhe me të vërtet vijat e ujnat e reshjeve e breshin rrugën në njonë, herë në kiton, herë në aton, edhe ka qenë shumë e vështirë. Puna tani e fshatarësisë, është punu toka me kije ose me që i thonë me buje, me kështu. Tjetër, tani edhe puna e misrit sidomos, është pashit 2 herë krejt punë dore. Po kanë qenë edhe do, që shme thonë, do ide edhe të mira që s'muj me hupë, sidomos të respekti i ndërsjellti i fshatarëve. A ekziston ende? Shumë është largua jo, tash nuk është ajo. Përpara thëshin se preshin pasterma. Tani thëshin ples pasterma është e kojshive. Nuk e guxu me thirë ti dikon tjetër, pa i thirë një herë kajtë kojshi cirri, tani dash me ka doja, kënë kishë qëtë thirë, dorë së më bëndë në pa qëtë për pasterëm. A një herë, asë, edhe ka qenë i respekti janë asjel. Si kështu ka sjelljet, ndihma reciproke, so që thëshin edhe fjallën, pas vllav vjen kojshia. Tani kanë bo një krahasim 2 kojshi sa një vlla. Po, 2 kojshi sa një vlla. Kështu ka qenë, qashtu dhe dasë më thëshin është e kojshis, vetëm hargji, do me thonë shpenzimet janë të zotë, se kojshia ta kanë kryva. So e kini mbojt dasmat, në mënyrën që atere i kini bo dasmat edhe tash, njëjtë ta kanë ndryshu shumë? Kanë ndryshu tash monumset nuk vinë në shpi, këtë në hoteli. Po, që aty zbarkon tani, një zote di kur kthehen në shpi. Ja, shka ki me thonë, nështë pak është e hash, por kja që e thash, po, edhe thret kanë duen, por në vaki këshin e po.